Guverner, po cituvani viceguverneri. Projekcionet më të fundit të Bankës Popullore tregojnë se ekonomia e Maqedonisë së Veriut do të ketë një rritje solide gjatë periudhës 2025-2028, me prodhim të brendshëm bruto prej 3.5% në 2025 dhe rritje prej 4% në vitet pasuese. Inflacioni pritet të ulet nga 3.9% këtë vit në 2% deri në vitin 2028, ndërkohë që rritja do të nxitet kryesisht nga kërkesa brendshme dhe investimet, ndërsa eksportet neto do të kenë një kontribut mesatar negativ. Parashikimet janë që rritja ekonomike do të ngadalësohet minimalisht nga 3.3% e realizuar vitin e kaluar në 3.2% sipas vlerësimit për këtë vit, por kjo tendencë lehet vazhdon edhe më tej, që do të thotë se ende është mbi nivelin para pandemisë në krahasim me atë që po ndodh tani, që është ende më i lartë. Inflacioni global po ngadalësohet dhe do të vazhdojë të ngadalësohet, duke ulur në nivelin 4.2% dhe 3.7% gjatë vitit 2025 dhe 2026, deklaroi guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slavevski. Deficiti llogarisë rrjedhëse të Maqedonisë së Veriut pritet të arrijë në 4.2% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2025 për shkak të uljes së të ardhurave nga shërbimet dhe të ardhurat dytësore. Në periudhën 2026-2028 bilanci pritet të përmirësohet mesatarisht në 3.4% të prodhimit të brendshëm bruto. Ne presim një zgjerim të moderuar vjetor të deficitit në llogarinë rrjedhëse në 4.2% të prodhimit të brendshëm bruto në 2025. Rritja e deficitit këtë vit do t'i atribuohet suficitit më të ulët në të ardhurat dytësore pas niveleve historikisht të larta të arritura në periudhën e kaluar, u shpreh guvernatori Slavevski. Për të gjithë periudhën e projekcionit pritet rritja e rezervave valutore dhe ruajtja e nivelit të duhur për stabilitetin e monedhës vendase, theksoi guvernatori.